Horoskopi ditor 18 shkurt 2026, dashi, parashikimi I javës dhe reflektimi I brendshëm, tani që dielli ka hyrë në sektorin tuaj të privatësisë dhe do të qëndrojë deri më 20 mars. Një periudhë e veçantë e reflektimit dhe pushimit po ju afrohet. Është koha për të mbyllur kapituj të vjetër, për të përfunduar punë që kanë mbetur pezull dhe për të hequr nga jeta gjërat që nuk ju shërbejnë më, nëse keni marrë mbi supe shumë detyra. Universi ju fton të zgjidhni prioritetet dhe të lehtësoni barën. Çdo gjë që nuk funksionon më për ju, tani do t'ju duket më e qartë dhe do të kuptoni se duhet ta lini pas. Është fundi I vitit diellor dhe kjo është mundësia për të gjetur kohë për veten, për qetësi dhe për të ruajtur energjitë tuaja. Sot mund të ndjeni një dëshirë të fuqishme për të përfunduar një projekt të rëndësishëm. Ky është momenti ideal për të marrë njohuri të reja mbi atë çfarë duhet të hiqni nga jeta juaj për të ecur përpara më I lirë dhe më I lehtë. Informacionet që dalin tani nuk janë vetëm të dobishme, por mund të kenë edhe efekt purgues, duke ju ndihmuar të liroheni nga çdo ngarkesë e panevojshme. Këshill për dashin: merrni pak kohë për të reflektuar mbi arritjet dhe pengesat tuaja, dhe mos kini frikë të lini pas gjithçka që nuk ju lejon të ndiheni të lirë. Ky është momenti I rimëkëmbjes dhe riorganizimit të brendshëm. Demi, dielli hyn sot në sektorin tuaj social, duke ju inkurajuar të lidheni me njerëzit që ndajnë ëndrat, idealet dhe qëllimet tuaja më të çmuara. Kjo është një periudhë ku energjia juaj bëhet më shoqërore, eksperimentale dhe plot shpresë. Në javët e ardhshme do të ndjeni dëshirën për më shumë interaksion me miqt, ekipet, grupet ose komunitetin tuaj. Është një kohë e përshtatshme për bashkëpunim dhe përpjekje të përbashkëta, ku vendosja e egos tuaj mënjan mund të sjellë rezultate të këndshme. Ndjenja e përmbushjes vjen kur veprimet tuaja ndikojnë pozitivisht tek të tjerët. Sot, komunikimi, veçanërisht me miqt, është më shpërblyes dhe mund t'ju çojë drejt zgjidhjes së një problemi ose një hapësire për avancim. Marrëdhëniet mendore me të tjerët mund të jenë frymëzuese dhe të kënaqshme. Këshill për Demin: bashkëpunoni, ndani mendime dhe ndihmoni të tjerët. Këto veprime jo vetëm që sjellin gëzim, por ju hapin mundësi të reja. Binjakët, dielli hyn sot në sektorin tuaj të karrierës dhe reputacionit. Binjakët, duke zhvendosur vëmendjen tuaj kryesisht tek puna, performanca dhe përgjegjësitë. Kjo periudhë, që do të zgjasë deri më 20 mars, sjell një rritje të dukshmërisë dhe llogaridhënies në çdo gjë që bëni. Në javët e ardhshme, do të bëheni më të dallueshëm dhe arritjet, detyrat dhe përgjegjësitë tuaja do të jenë në qendër të vëmendjes. Është koha për të shkëlqyer. Motivimi për sukses do të forcohet dhe dielli ju inkurajon të luani sipas rregullave, të përmbushni detyrimet dhe të ushqeni ambicjet tuaja. Nëse keni bërë punën e shtëpisë, një promovim ose një njohje për arritjet tuaja mund të jetë pranë. Sot mund të kombinoni mësimdhënien me të mësuarit ose punën me lojen, duke pasur sukses të madh. Idetë që lindin tani mund t'ju japin mundësi që më parë dukeshin të paarritshme, duke ju lejuar të bëni gjërat praktike me më shumë kënaqësi. Këshill për binjakët: shfrytëzo këtë periudhë për të treguar aftësitë dhe për të ndërtuar reputacionin tuaj. Bashkimi I kreativitetit me detyrimet praktike do t'ju sjellë rezultate të jashtëzakonshme. Gaforja, zbulime, aventurë dhe perspektiva e re. Dielli hyn sot në sektorin tuaj të aventurës dhe shpirtit dhe do të qëndrojë këtu deri më 20 mars. Ky cikël është I shkëlqyer për aktivitete të gjalla, spontane, si dhe për çdo gjë që lidhet me promovim, ndarje, mësim, eksplorim dhe zbulim. Është e rëndësishme të largoheni nga rutina her pas here, për të pasur një perspektivë më të gjerë mbi jetën dhe për të ndjerë më shumë liri mendore. Javët që vijnë sjellin më shumë pozitivitet në mënyrën se si mendoni, veproni dhe komunikoni. Ju jeni të lodhur nga rregullat e ngurta dhe informacioni I zakonshëm, ndaj kërkoni horizonte të reja dhe mundësi për të mësuar diçka të jashtëzakonshme. Sot, fokusimi tek prioritetet tuaja është I dobishëm, sepse nuk keni interes për shpërqendrime, duke e bërë këtë një ditë të shkëlqyer për punë kuptimplote dhe biseda me rëndësi. Është gjithashtu një ditë e mirë për të kuptuar perspektivën e dikujt të rëndësishëm për ju,
edhe nëse më parë nuk e keni parë plotësisht, këshill për gaforen, zgjero horizontin tuaj. Eksploroni ide të reja dhe jepni hapësirë shpirtit tuaj të zbulojë gjëra që do t'ju frymëzojnë. Ndryshimi i perspektivës mund të sjellë zgjidhje dhe kuptime të reja. Luani fokus tek intimiteti dhe transformimi i brendshëm. Dielli hyn sot në sektorin tuaj të intimitetit, luani, dhe do të qëndrojë këtu deri më 20 mars. Ky është një moment i veçantë për përqendrim të brendshëm dhe transformim personal, duke ju nxitur të rriteni dhe të evoluoni nga brenda jashtë. Gjatë këtij cikli, dëshira për të përmirësuar jetën tuaj, lidhjet intime, mbështetjen financiare ose emocionale bëhet më e fortë. Ju kërkoni një marrëdhënie ose një projekt që ju motivon dhe keni mundësinë të lidheni me të në një nivel më të thellë. Investigimi, hulumtimi, analizimi dhe roli i detektivit janë të favorshëm tani. Sinqeriteti me veten është çelësi për të marrë rezultatet më të mira. Sot, bisedat mund të jenë shumë motivuese dhe zbulimi i një dimensioni të ri të një situate mund t'ju bëjë të ndiheni më mirë me veten. Këshill për luanin. Shfrytëzo këtë periudhë për të eksploruar thellësitë e marrëdhënieve dhe projekteve tuaja. Sa më shumë të kuptoni veten dhe motivimet tuaja, aq më të forta do të jenë hapat drejt suksesit dhe kënaqësisë personale. Virgjëresha, fokus tek marrëdhëniet dhe bashkëpunimi. Muaji i shkurt po bëhet gjithnjë më social për ju, Virgjëresha. Dielli hyn sot në sektorin tuaj të partneritetit dhe do të qëndrojë deri më 20 mars. Në javët që vijnë do të keni më shumë kujdes dhe krenari për mënyrën se si lidheni me të tjerët dhe për harmoninë që krijoni në mjedisin tuaj personal. Ky është një moment i shkëlqyer për të filluar një partneritet të ri ose për të përmirësuar dhe zhvilluar një marrëdhënie ekzistuese. Ju tërhiqni ose kërkoni njerëz që nxisin mendimet dhe vendimet tuaja, dhe përqendrimi tek marrëdhëniet është më i fortë se zakonisht. Aktivitetet 1-1 do të jenë më domethënëse dhe ju do të vishni më shumë energji dhe vëmendje tek marrëdhëniet tuaja. Nëse kohët e fundit keni qenë shumë të fokusuar tek planet personale ose jeta juaj ka humbur pak balancën, tani është koha për të rikthyer harmoninë. Sot, bisedat ndihmuese dhe vendimet për projekte krijuese ose hobi janë veçanërisht të favorshme. Bashkëpunimi është i preferuar dhe mund të sjellë rezultate të shkëlqyera. Këshill për Virgjëreshën: investoni energji në marrëdhënie dhe bashkëpunime. Sa më shumë të krijoni harmoninë me të tjerët, aq më të fuqishme dhe të kënaqshme do të jenë lidhjet dhe vendimet tuaja. Peshorja, dielli hyn sot në shtëpinë tuaj të gjashtë. Peshorja, duke theksuar punën, shëndetin dhe rutinat tuaja në muajin që vjen. Kjo është një periudhë ku mund të ndiheni krenar për shërbimet, punën ose programet e kujdesit për veten, duke e bërë një moment të shkëlqyer për të rritur performancën tuaj. Është koha për të hulumtuar detajet e jetës, për të zgjidhur probleme dhe për të organizuar gjërat në mënyra kyçe. Aftësia juaj për të përshtatur me rrethanat dhe për të bërë ndryshime të vogla që ju ndihmojnë të qëndroni në rrugën e duhur do të jetë veçanërisht e vlefshme. Ky ndikim zgjat deri më 20 mars. Kujdes nga mbingarkesa mendore. Sepse energjia nervore ju shërben vetëm për një kohë të caktuar para se të ndiheni jo produktiv. Përpiquni të lidheni me vlerën e aktiviteteve tuaja të përditshme. Sot është një ditë e mirë për të marrë përfundime të rëndësishme rreth punës ose shëndetit dhe bashkëpunimi mund të sjellë rezultate të mira. Këshill për peshoren: fokusohuni tek detajet, por mos harroni të ruani energji dhe balancë. Çdo përpjekje për përmirësim të punës dhe shëndetit do t'ju sjellë kënaqësi dhe rezultate konkrete. Akrepi, dielli hyn sot në shtëpinë tuaj të 5, Akrep, dhe do të qëndrojë deri më 20 mars, duke nxjerrë në pa anët tuaja më lozonjare dhe shoqërore. Kjo është një periudhë ku kënaqësia, argëtimi dhe shpreha kreative marrin një fokus të veçantë. Dashuria dhe tërheqja mund të jenë më të pranishme në mendimet tuaja se zakonisht dhe mund të filloni, rifreskoni ose riaktivizoni projekte të veçanta.
Mundësi të reja për shprehje personale dhe argëtim janë në horizont dhe dëshira për vlerësim pozitiv është e fortë. Sot, jeni në një pozicion të favorshëm për bashkëpunim, për të fituar avantazh në një interes personal ose hobi, ose për të përfituar nga informacion i ri. Bisedat mund të sjellin ide të shkëlqyera dhe mund të ndezin pasionin për një projekt ose aktivitet të ri. Këshill për akrepin: lejoni krijimtarinë dhe argëtimin të jenë udhërrëfyesit tuaj. Bashkëpunimi dhe hapja ndaj ideve të reja do t'ju sjellë frymëzim dhe kënaqësi të veçantë. Shigjetari, gjatë kësaj periudhe do të tregoni më shumë interes dhe krenari për jetën tuaj të brendshme, familjen dhe lidhjet më të afërta. Ky nuk është një cikël i jashtëzakonshëm aventurash, por është i vlefshëm për të forcuar ndjesinë e vetes dhe për të krijuar një bazë të fortë psikologjike. Aktivitetet e qeta dhe të njohura mund t'ju ndihmojnë të përballoni kërkesat e jashtme më vonë. Çështjet shtëpiake dhe personale janë në qendër të vëmendjes dhe mund të mësoni shumë përmes familjes dhe të dashurve të afërt. Kjo është një periudhë e mirë për të investuar energji krijuese në jetën personale dhe mjedisin tuaj shtëpiak. Energjitë e sotme janë të favorshme për të shkuar në thelbin e një çështjeje, veçanërisht kur lidhet me para, siguri ose familje. Një bisedë mund të sjellë qartësi mbi një temë të rëndësishme, ose idetë e reja për përmirësime mund të jenë shumë të dobishme. Ju keni aftësinë të fokusoheni shpejt tek detajet më të vlefshme të një problemi. Këshill për shigjetarin: përdorni këtë periudhë për të forcuar bazat tuaja, për të rregulluar çështjet personale dhe për të krijuar harmoni në mjedisin tuaj të brendshëm. Çdo përpjekje për qetësi dhe organizim do të ndikojë pozitivisht edhe në jetën tuaj të jashtme. Britsjapi, dielli hyn sot në sektorin tuaj të komunikimit, britsjapi, dhe do të qëndrojë këtu deri më 20 mars. Gjatë këtij muaji do të jetë më e rëndësishme të lidheni me të tjerët, të ndani idetë tuaja dhe të merrni njohuri të reja. Përqendrimi juaj është tek lidhjet, mësimi i aftësive të reja dhe ndarja e mendimeve me të tjerët. Ju keni një kureshti më të madhe se zakonisht dhe një nevojë të fortë për stimuj mendor, që ju motivon në shumicën e veprimeve tuaja. Edhe pse mund të mos fokusoheni gjithmonë në një drejtim të vetëm, gjatë këtij cikli po zgjerohet horizonti juaj dhe po mësoni shumë në proces. Sot energjitë janë veçanërisht të favorshme për të zhvilluar mendjen, për të eksploruar interesat të reja dhe për të shprehur idetë dhe opinionet tuaja me më shumë entuziazëm. Këshill për britsjapin: shfrytëzo këtë periudhë për të mësuar, për të komunikuar dhe për të zgjeruar horizontin tuaj intelektual. Sa më shumë të ndani dhe eksploroni, aq më të pasura do të jenë përvojat dhe njohuritë tuaja. Ujori, dielli përfundon sot tranzitin e tij në shenjën tuaj, ujori, dhe nuk do të kthehet deri vitin tjetër. Ky ndryshim zhvendos fokusin tuaj nga planet personale drejt zhvillimit të burimeve që keni dhe ndërtimit mbi ide dhe projekte të reja. Ky tranzit njëmujor ju inkurajon të praktikoni durim dhe të mendoni afatgjallë. Ju jep një frymëmarrje të mirë nga ngjarjet e fundit që ju mbajtën në gatishmëri. Shumë shpejt, vetbesimi që keni fituar në javët e fundit do t'ju ndihmojë të fokusoheni tek zhvillimi i asaj që keni dhe të fitoni atë që meritoni. Është një kohë e shkëlqyer për të eksploruar dhe kuptuar vlerat tuaja, si dhe për të marrë një kuptim të fortë mbi resurset dhe mundësitë që keni. Zhvillimi i talenteve dhe përdorimi kreativ i burimeve janë temat kryesore tani. Ky cikël thekson gjithashtu çështjet e rehatisë dhe sigurisë, përfshir aspektet financiare. Sot jeni në një pozicion të mirë për të qartësuar mendimet mbi një çështje të rëndësishme. Idetë që lindin tani mund të jenë veçanërisht domethënëse. Këshill për ujorin: përdorni këtë periudhë për të vlerësuar resurset tuaja, për të zhvilluar projektet e nisura dhe për të ndërtuar bazën për sukses të qëndrueshëm. Peshqit, sot dielli hyn në shenjën tuaj, peshqit, duke u bashkuar me Venusin dhe Merkurin që tashmë janë aty, dhe do të qëndrojë deri më 20 mars. Gjatë javëve në vijim, do të ndiheni më të pavarur dhe të gatshëm për të marrë iniciativa. Ju jeni më vendimtar se zakonisht dhe ndiheni në një kulm personal vjetor, ku veprimi i vetëdijshëm ka më shumë rëndësi se reagimi ndaj asaj që ndodh rreth jush.
Kjo periudhë ju jep më shumë fuqi për të marrë vendime dhe ndryshime që vërtet përmirësojnë jetën tuaj. Me më shumë vëmendje drejtuar tek ju, lind dëshira për të organizuar jetën dhe veprimet tuaja. Pas ditëve të shumta reflektimi dhe qëndrimi në sfond, motivimi për të vepruar tani po rikthehet duke ju ofruar një hap të madh drejt një faze më aktive në jetë. Është një moment i përshtatshëm për të ndarë nga e kaluara dhe për të nisur diçka të re. Energjitë e sotme ju ndihmojnë të lidheni me njerëz që janë vërtet mbështetës dhe të dobishëm. Bashkëpunimi mund të jetë jo vetëm i këndshëm, por edhe shumë produktiv. Këshill: përdorni këtë periudhë për të marrë iniciativa, për të organizuar planet tuaja dhe për të krijuar lidhje të dobishme. Çdo hap aktiv dhe vendim i ndërgjegjshëm do t'ju çojë drejt një faze më të fuqishme dhe të frytshme të jetës.